I Banderu i Spakut Plaren Dreca i akuzuar për veprën penale shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike, i cili ushtron detyrën e avokatit të Banderurit tjetër Erion Veliaj me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, sot ka ushtruar presion ndaj gjykatës së lartë. Në konferencën bashkë me avokatin e studios ligjore britanike Mishkon Dereya LLP, Ben Brandon, tha se gjykata kushtetuese flet qartë për vendimin dhe si duhet të veprohet me çështjen. Kush është Plaren Dreca që i tregon gjykatës së lartë si duhet të veprojë? Ai është një i Banderur dhe avokati të Banderurit Veliaj. Në këtë rast, Dreca ka ushtruar qartë presion ndaj gjykatës së lartë, duke i thënë të lexojnë vendimin e gjykatës kushtetuese dhe si duhet të veprojnë. Gjykata kushtetuese ka kërkuar gjykatës së lartë të argumentojë pse Veliaj duhet të qëndrojë në burg. Në rast se Dreca nuk e di, gjykata e lartë e ka shprehur në 2 pika pse Veliaj duhet të qëndrojë në burg. Së pari sepse i lirë mund të prish provat dhe kjo është e provuar në rastin e Klodilda Bushkës, e së dyti, po të rikthehet në detyrë mund të përsërisë krimin e korrupsionit. Ndërsa këtë e di mirë, jo se e themi ne, por sepse e thon vendimet e të gjitha niveleve të gjykatës. Erion Veliaj është në burg jo për qef, por për shkelje ligjore, për veprimet e tij që nuk i ndal as i arrestuar në burgun e Durrësit. Provat janë të mjaftueshme për çdo ndrec të Banderur ose jo, që duhet të mbrojë klientin e tij, duke u shmangur drejtësisë e duke shtyrë seanca në gjykatën e posaçme, duke gjetur lloj justifikimesh, por asnjë rast, në asnjë konferencë, as Dreca, as avokati i studios ligjore britanike, as i studios ligjore amerikane, nuk kanë kontestuar para shqiptarëve të vërtetën e provave që ndodhen në dosjen e Veliajt. E din mirë se çka bërë klienti i tyre. Gjykata e lartë nuk ka pse të bjerë në presionin e studios ligjore britanike, që i futën një konferencë për të justifikuar qindra miliona euro të paguara nga Veliaj.